Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14. Data 14 na jep mundësinë, na jep kohën dhe ndryshimin që kemi. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse ka edhe çështjet ekonomike financiare që lidhen me ekonominë, lidhen me stabilizimin, lidhen me ndryshimet të mëdha dhe gjëra të papritura. Duket se tani është një nga momentet më të mira që do të kemi dhe ndryshimet që vinë drejt çështjeve ekonomike financiare, drejt punës dhe karrierës. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë ju vëtërë shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri Sport dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë kemi astrologu.al. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin tek sekretaria dhe atje pastaj flasim bashkë në mënyrë Viber, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, siç e keni parë dhe vet, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Periudha e shenjës së dashit duket se kjo periudhë është periudha e ndikimit të madh, e favorizimeve, e ndryshimeve pak a shumë, sepse ka të bëjë edhe me çështjet e financave, ka të bëjë me çështjet e biznesit, ka të bëjë me disa gjëra që vërtet është koha dhe momenti më i mirë dhe më i munduri për sa përket të çështjeve të financës, por dhe dashuria. Në lidhje me dashurinë, kjo ditë na forcon, na ndihmon për gjëra të rëndësishme, sidomos në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me rrugë të gjata, domethënë larg, shtete të ndryshme, ku është i mundësi, kurse në dashuri duket se ka të bëjnë me britsap dhe gaforet edhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Periudha e shenjës së demit duket se shenjat e tokës këtë periudhë kanë të tyren, këtë periudhë është mjaft ndikuese dhe rregulluese në anën tjetër, për sa i përket mënyrës së mundësisë, kohës dhe vazhdimësisë, sepse është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive në çështjet ekonomike dhe në lidhje me disa takime të një pasnjëshme që do të keni dhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë tani në këtë periudhë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët dhe diçit para me luantë dhe diçit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Meqenëse të shenjës së binjakëve duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të mira të mundshme në anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime. Janë ndryshime rutinë, mund të themi, por janë dhe koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe mbi gjëra që do të ndikojnë në anën e financave, në biznes sidomos, ka të bëjnë shumë, dhe çështjet që lidhen me anën e financës dhe jo vetëm. Por meqenëse do të doni të nisni një biznes të ri, është koha, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është ajo çka keni, ajo çka jeni dhe gjithmonë çdo gjë shkon mbar dhe arrihet, sepse suksesi, garancia, mundësit, po, janë në anën tuaj, janë në tuaj më të mirë. Por gjithashtu, ka të bëjnë me një takim që do të keni, kjo takimi mund të jetë nga dreka, ku juve e keni mundësinë dhe ndryshimin e madh që vjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Gafore dashura duket se ana pozitive dhe mundësia e artë që rregullon, madje është rregulatori i së ardhmes, për sa i përket punës, për sa i përket vendimeve dhe mundësive. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim, sepse gjithmonë kemi të bëjmë me punë, kemi të bëjmë me karrierë, kemi të bëjmë me disa marrje vendime shumë të rëndësishme. Dhe kjo lidhet edhe me anën e punës suaj dhe të karrierës suaj. Por në çështjet e dashurisë dhe gjërave të zemrës, duket se me peshorët edhe diçit parë, me dashjet edhe diçit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët janë ndikimi dhe favorizimi më i madh që ka të bëjnë në anën e punës, lidhje me karrierën dhe çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe kohën e duhur mbi stabilizimin dhe mundësitë e gjërave që kanë të bëjnë. Dhe janë një nga mundësitë që do të kenë dhe çështjet e rëndësishme që vinë në fushën e biznesit, por dhe të karrierës suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë
me akrep të dhjetësit parë, me dem të dhjetësit tretë që është perfektja, por edhe me ujor është vetë jeta. Vijojmë tek shenja e radhës, kjo do thot shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat jo se kanë pasur probleme ose do kenë probleme në shkuarën, por kjo do thot që është një nga mundësitë më të arta dhe ndikimet më të mira që do të keni në lidhje me anën e financës dhe të biznesit, lidhje me karrierën dhe ndryshimin, lidhje me disa mundësi shumë të mira, sepse e keni kohën, keni momentin, keni periudhën që ndodhin fenomenet dhe një nga periudhat më të mira që do të zbuloni në farë mënyre është edhe koha juaj më perfekte. Disa mund ta kenë si defekt, e supozojmë ne, sepse duan që të nisin gjërat të gjitha në një kohë dhe nuk dalin aty ku duhet, mërziten, periudha kërkon pak kohën e duhur, do dojë edhe diçka tjetër më tepër, por gjithashtu është edhe mundësia më e mirë e mundshme tani në fushën e karrierës suaj dhe të punës suaj. Por në anën e biznesit dhe të dashurisë, duke se keni mundësinë në lidhje me dashurinë, ka të bëjnë me shigjetar të dhjetësit parë dhe me binjak të dhjetësit dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e peshoreve. Për sa i përket shenjës së peshorës, duke se peshoret kanë një ndikim shumë të mirë tani në këtë periudhë, është momenti i duhur dhe ndryshimet që keni të bëni tani janë disa ndryshime favorite, sepse lidhet me punën, lidhet me karrierën, lidhet me disa takime pune. Këto janë takimet mjaft vendimtare për të ardhmen tuaj. Dhe gjërat që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen, periudha që ndodhin këto fenomene, është një nga mundësitë më të mira dhe kohën më të mirë dhe më favorite për sa i përket anës ekonomike, që juve keni, dhe dhjetëdiqi i parë do jetë shumë i favorizuar në këtë aspekt. Në dashuri, duke se me dashët e dhjetëdiqit parë, me bricjap të dhjetëdiqit tretë dhe peshore me peshore të dhjetëdiqit dytë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Meqense akrepët luajnë një rol shumë të rëndësishëm mbi atë çka është, mbi atë çka bëjnë. Dhe roli kryesor është financat, roli kryesor është ajo që kemi dhe duam të përqojmë në fushën e karrierës dhe mi ndryshime që kemi. Akrepët gjithmonë din dhe janë koshient për atë që ndodh dhe mënyrën dhe mundësia që ju keni është një kohë mjaft e mirë, surprizuese nëse do ta marrim kështu, por edhe momentet janë mjaft pozitive dhe tepër ideale mbi takimet dhe kuptimin e gjërave që do të ndikojnë tani e tutje, është mundësia e duhur. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të dhjetëdiqit parë, me peshk të dhjetëdiqit tretë që është perfektja, por gjithashtu me ujor të dhjetëdiqit të dytë. Me ujor të dhjetëdiqit të dytë është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani në këtë periudhë janë në një rrugtim shumë të largët, por në anë tjetër janë shumë afër, sepse zgjidhin një problem në çështje pune. Zgjidhin disa gjëra që më përpara ishte pamundur të zgjidhin në lidhje me atë çka është ose me atë çka janë, por është koha, momenti i ndryshimeve, i bisedimeve që ndodhin në anën tuaj. Sepse çështjet që kanë bëjnë me ekonominë, me stabilizimin, me takimet e punës, ndodh që ngadonjëherë me disa mundësi. Një nga periudhat më të mira, se jeni me shumë fat në atë që bëhet, në atë që juve keni, por është dhe një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe ideale mbi ndryshimet dhe takimet që juve keni. Të janë takime mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashët e dhjetëdiqit parë, me luan të dhjetëdiqit të tretë që është perfektja, por një nga mundësitë më të arta që do të keni është megafore, jo vetëm për sa i përket të çështjeve kanë bëjnë me punën, por të palidhurit ose bashkim familjar është megafore të dhjetëdiqit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapët. Për bricjapët duket se e kanë mundësinë, kanë kohën, kanë anën më pozitive dhe që ndonjëherë, sepse në lidhje me punën, me rrugtimin e tyre, me ndryshimin e tyre, me anën ekonomike financiare, që lidhet shumë, nuk e diskutojmë këtë gjë, por është edhe momenti i duhur në punë, momenti i duhur në vazhdimsi, sepse jeni shumë korrekt me ekonominë, dhe kjo do thotë sepse bricjapët duket se luajnë një rol shumë të rëndësishëm tani tutje, kanë një mundësi shumë të mirë sepse ndryshe e kuptojmë, ndryshe gjykojmë, nëse ta marrim në këtë aspekt, por është momenti juaj dhe një nga periudhat më me zë
periudhat më të mira, që të themi, dhe koha më ideale që ndonjëherë. Në çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshorët e dhjetëdhjetit parë, me binjakët e dhjetëdhjetit tretë që është perfektja, por një ndikim shumë i madh duket se është me gaforet e dhjetëdhjetit dytë, ku do keni mundësinë sepse një shej toke, me një shej uji janë të bërë për njëri tjetrin, kuptojnë me njëri tjetrin dhe japin mundësi njëri tjetrit për të ecur përpara. Kurse një dokument është shumë i rëndësishëm që e keni për ta realizuar tani tutje, është koha juaj dhe momenti më i mirë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa i përket ujorëve, ujorët duket se nga njëra anë kanë mendimet se bëjnë pozitivitetin e tyre, u japin mundësi, sepse mundësit janë të realizueshme në ekonomi, të realizueshme në vazhdimsi, dhe jeni shumë korrekt me atë çka bëhet, jeni shumë korrekt me atë çka juve jeni dhe keni, por gjithsesi nuk e diskutojnë me vendyshim për sa i përket gjërave që kanë të bëjnë me punën aktuale, por ka të bëjnë me një takim shumë të rëndësishëm tani, ku është takimi i gjërave të mëdha, sepse ekonomia, stabilizimi dhe vendimet të mëdha që merren tani e tutje, sepse i keni të gjitha mundësitë për sa i përket gjërave që dëshironi dhe adhuroni, por të gjitha momentet edhe periudha është mjaft e mirë dhe shumë pozitive, sepse duket se i keni të gjitha mundësitë dhe kjo është një nga periudhat më ideale të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e dhjetëdhjetit parë, me luan e dhjetëdhjetit tretë që është perfektja, edhe pse një problem dokumentacioni do ta zgjidhni pikërisht në këtë ditë, sidomos nga dreka. Shkojmë tek shenja e radhës, kjo do thotë peshqit. Për sa i përket peshqve, peshqit duket se hani natë me veten e tyre, sepse duket se dita e njëjte jo se nuk jep mundësi, dita e njëjte dita e Jupiterit. Nuk prishqef. Por kjo nga njëra anë na ndikon për mirë, sepse pozitiviteti, mundësia, rëndësia, koha, ndryshimi, vendime që merren, periudha që është mjaft e mirë dhe tepër pozitive, dhe i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur çështje problematike, por megjithatë tani për tani jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, sepse karriera është mjaft ndikuese dhe vezulluese për gjërat që do të bëni. Kurse në çështjet që lidhen me punën ose me jashtë dokumentacione ekonomike, financiare, ndryshime të tjera që do të keni, është momenti juaj. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar dhe me luan, është idealja me germa shtypi, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht të kësaj dite të rëndësishme të datës 14 të ndikimit të madh, sepse muaji maj është muaj i vazhdimësisë, dhe mos harroni këtë. Dhe kemi dhe shumë gjëra të tjera deri në muajin qershor. Por, para se të ndajmë bashkë, e shkoni atje, astrologu.al dhe duke zgjedhur paketën tuaj, tek sekretaria dërgoni emailin dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Vibert, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që jemi intervistuar me juve, dhe doni dërgoni një mesazh. Kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Në një pulla, gjithë mirët.